Leda Nail Art Studio është pikërisht biznesi I cili vjen në Kind of Words 2025 në këto momente, prezantohet mos miri nga vetë krijuesja e kësaj studio, Leda. Faleminderit që e pjesë jona sot. Faleminderit për ftesën. Unë jam Leda, themeluese e Leda Nail Art Studio, këtu e 15 vite më parë. Ka 15 vite në treg kjo studio e krijuar nga vetë ju. Po, dhe fillimet I kam pas në Itali. Ky nuk është viti I parë ose hera e parë që unë marr pjesë tek Trend the World. Pra, me pak fjalë ju jeni nga ato të parët që kanë krijuar studio arti sa I takon nails. Ndër të parat po. E vërtet është. Si ka startuar dëshira, si ka startuar ky biznes, nga je frymëzuar për të bërë këtë punë sot, e cila është shumë e kërkuar, shumë e dashur, vajzat, femrat përgjithsisht duan të mbahen dhe këto janë ndër ato gjërat e para ku tregohet estetika femërore. Starti ka qenë fal një problematike që unë kam pas që në fëmijëri, unë kam qenë onikofagjike, për ato që e dinë se çfarë. Dhe në bazë të kësaj problematike, unë e nisa si për shaka ose si hajtë se po bëjt mijat dhe më pas me kalimin e kohës u kthye në punë. Ku ka startuar fillimisht para 15 viteve në çfarë? Në Itali, unë jetoja atëherë në Itali dhe më pas për një periudhë shumë të shkurtër pasi e startova, u ktheva në Shqipëri definitivisht dhe këtu e mora si një biznes, një punë të mirëfill. Sigurisht fillimet kanë qenë shumë të vështira, se dikur femrat nuk kuroheshin kaq sa kurohen sot, po sot jam shumë e kënaqur dhe jam me plot gojën shumë krenare për veten time. Edhe për punën që bën. Dhe diçka tjetër, mendoj se askush nuk është aty ku është rastësisht. Fal një pune intensive dhe shumë e përkushtuar ndër vite. A ndikon konkurenca që mund të ketë periudha tani me ju që jeni të parët, që keni 15 vite, 20 vite që jeni në treg? Pra, si e justifikoni këtë artin e zhvillimin e këtij profesioni, se në farë mënyrë është profesion dhe I mirëfillt? Është shumë gjë e mirë që ky si profesion po përhapet, nga këndvështrimi im. Sepse ne që kemi shumë vite në këtë punë, nxjerrim artiste të reja që vinë dhe trajnohen te ne, duke qenë ne, ose në këtë rast unë, një brand ose një emër I konsoliduar me një klientel të rregullt, me një punë të rregullt, më jep edhe satisfaksionin që unë të nxjerr nxënëse nga puna ime dhe në këtë profesion të bukur. Në këto 15 vite eksperiencë, në këto 15 vite ku ke pasur edhe vetë personalisht rritjen tënde, cili ka qenë ai çelësi I suksesit që ju mendoni që keni arritur, pra, ja keni dalë me këtë pikun jam më e forta në këtë fushë? Përkushtimi çdo ditë. Çohem mëngjes, shkojmë punë me shumë dëshirë, sigurisht kemi edhe ditët jo tonat, por që nuk mungon asnjëherë vullneti dhe dëshira për të punuar. Dhe pasi ti e ke dëshirën, vullnetin e gjitha këto energjinë e dur për të punuar, do ja shofësh hajrin një ditë. Absolutisht, po do marrësh ato rezultate për mundin që jep. Çfarë mesazhi ke sot për të rinj që janë në këtë biznes apo duan të futen botës të biznesit? Për vajzat, ka dhe djem sot që po punojnë me kurse sa I takon edhe nail artist, kështu që cili është mesazhi jot? Të mos dorëzohen, të punojnë, të kenë shumë durim për të rritur profesionalisht, sepse një ditë do shpërblehen. Patjetër që po, me mundin e tyre. Falenderojmë shumë që ishe pjesë. Faleminderit.